Në veri të Mitrovicës, në mesin e kodrave, shtrihet fshati Boletin. I vogël në numër për nga banorët, a i ka vetëm 43 prej tyre, por i madh në histori e në shpirt. I vendosur në 700 metra me lartësi mbidetare. Njerëzit e Boletinit ka qenë të lidhur fort me tokën, me malët dhe me gurin. E guri ka qenë mjeti kryesor i jetesës, por edhe i mbrojtjes, sepse këtu është ngritur edhe kulla e Boletinëve, vendi ku historia shqiptare ka gdhendur emrin e vet. E pikërisht, në këtë fshat u rrit edhe Isa Boletini, një fshat i thjesht, por me zemër të madhe. Kush është fshati Boletin, tregojnë dëshmitë e gjalla që edhe sot jetojnë edhe përmes kullës që Is Boletini i avuri themelet shumë vite përpara. Mirë se ju gjetëm fshati Boletin, në Zveçan në komunën e Mitrovicës. Çfarë kënaqësie e madhe që rrugtimi e misionit në Votër më shpije në përvende të historisë tonë, të historisë së Kosovës. Vende këto që dhanë shumë në për periudha kohore, qofshin ato të luftrave, e qofshin ato edhe të paqes, tashmë që jemi në liri. Kur e thash fjalën Boletin, e sidomos nga dalja ime, jemi pikërisht në kryeveprimtarin e madh, Isa Boletini. E që ky heroi ynë, jetën e tij e kaloi pikërisht brenda kësaj kulle, me gjithë familjen e tij. Me një kënaqësi shumë të madhe, me pamje të bukura që vijnë nga Boletini, sot këtë rrugtim e ka marrë që ta mësoj edhe më shumë historinë. Ne e dim kush është Isa Boletini, ne e dim veprën e tij, po mbase ka gjëra që nuk kemi pa. Të gjithë veprimtarinë e tij përmes historisë. Stërnipin e Isa Boletinit e kemi pikërisht brenda. Kemi me mësu më shumë për të. Sa i përket fshatit Boletin, nuk ka mbetur edhe shumë banor. 6 shtëpi kemi të banuara. I kemi disa njerëz të cilët merren me bagëti e me blegtori, jetojnë prej atyre. E kemi një shkollë që i ka vetëm 50 nxënës, me njëherë pas kullës së bacës Isa Boletin. I ka vetëm 50 nxënës sepse shumica prej tyre janë shpërngulur, janë dalur në qytet. Periudhën e fundit, qeveria e Kosovës edhe në Boletin, për njerëzit e këtij fshati po ndërton shtëpi, të paktën që këtij fshati të mos i hup totalisht vlera, për ta braktisur atë, më mirë të themi. Nuk dua që ta zgjas, ju e dini çfarë tematike ka emisioni im. Do t'ja kushtojmë një pjesë të parë kullës së bacës Is, për të kaluar pastaj në pjesë të tjera të fshatit, në Boletin të Zveçanit. Shihemi.
sa më fat jemi ne gjeneratat e reja që të paktën pej veprimtarëve të maj, siç ka qenë Is Boletini, prej familjes së tij, dua të them që sa mirë që dikush ka mbet të paktën kur nuk kemi informacione të bollshme për të, nga familjarët e tij, mbase edhe vetë veprimtaria e Is Boletinit i detyron më u bë një lloj historiani, siç është zotëria që është pranë meje, është zoti Gazmend Boletini që sot në këtë pjesë të parë të emisionit, unë po i them që edhe po e ndjej që emisioni ka me shku shumë bukur, të e pas parasysh unë fola mbrapa kamere, edhe ai më tregoi gjithçka. Zoti Gazmend, mirë se ju gjetëm në këtë kull, në këtë tokë të bekumen, që ose mund të më thonë, të Is Boletinit. Mirë se keni ardhur, edhe besoj që me këto minutazhat që kemi, besoj që do t'i japim informacione të dorës të parë të kaluarës të këtij vendi. Kënaqësi shumë e madhe, unë e thash, jo rastësisht, jemi shumë e fat paktënon që muj me e përçu përmes emisionit për historinë, mbase që kemi pas diçka mangësi më herët, po e kam fatin që përmes emisionit po mundëm me paraqit. Jemi në bërë edhe kisha dasht me fillu prej këto, po para se me fillu, po du me të pyet ty pyetja e parë. Stërnip i basës Is Boletini, ndjesia jote mbase, para se me folë për gjithë gjërat tjera. Kjo është fjala. Kjo personale pak. Faleminderit shumë. Shiqa, para është misioni i cili jam i thirrur për këtë punë. Domethënë çdo fillim ka vështirësinë, për arsye se ne si Kosovë përjetuam luftën shumë të vështirë, po mendoj me gjithë ato mekanizma shtetëror të serbo-barbar, mirë, po pas luftës, tash 20 vite bon që jam këtu, nga viti 2005, kur është restauruar kompleksi në tërësi, edhe pse akoma nuk është përfundu, domethënë jemi në gjysmë të rrugës, por i kom dhënë në si të thoj me gjithë atomin të fuqisë atomi, domethënë jam mundu edhe kemi ardhur në përfundim që kompleksi ka marrë një pamje të tjetër, domethënë vleras e fshatit Boletin, domethënë sepse në Boletinin, tash edhe në emisione shumë herë, nuk po kemi mundësi edhe gjitha me i shpjegu për ato ora po minutazha cilat na caktojnë, por në Boletinin e kom da në 3 pjesë. E para është zhvillimi ekonomik, e dyta është hapja e shkollave dhe e treta është kontributi patriotik. Në fakt, historia fillon, për ato që më pyetën fillim do ta dho në fund, është sepse familja Boletini, familja jonë, parashte mi vin nga fshati Sniq, është komune e Deçanit. Ndërkohë mundem me ecë gradualisht me qenë se hynë. Në vitin 1750, pse u ndalum këtu, sepse lidhet pak me atë pjesën, sepse stërgjyshi Isës ka ardhur në këtë pjesë në veri të Kosovës dhe ka zgjedhur këtë vend. Dhe kur ka ardhur vendi ka qenë i pabanuar, po ka qenë jashtëzakonisht i pasëm, për arsye se në atë pjesën andej, në atë bregun andej, në Majdan, apo në shumë dokumente quhet edhe Madeni, ka qenë edhe fabrika gurëve, që ma vonë ka stërgjyshi Isës, nga gjyshi Isës Morseli, baba Ademi, Isave, djemët e ti 5 gjenerata marrë me këtë gurë, sepse guri ka qenë me vlerë për gurë të molleve. Por jo vetëm në zonat e Kosovës, edhe jashtë Kosovës, guri Boletinit i ka prek edhe majtë të teritorit ballkanik. Prandaj edhe kjo kulla këtu, realisht kur ka ardhur, jom vendos në këtë kull, po kjo kull nuk është nga jo kohë, sepse kjo kull është djeg 6 herë me kohën. Kjo që kemi gjatë aslesh. Kjo që kemi tash një gërmalla që ka mbet të luftrave, të i ka linë gjyshi, dhe me thonë Morselin, kohën e ti është djeg një herë kulla, pastaj i ka linë baba Ademi, ku në kohën e babës ti se është djeg 2 herë kulla, dhe 3 herë në kohën e Isa Boletinit, prandaj Baçraista gur, për herën e 6 dërtimin e saj, këta guri ka sjell nga zona nga Vimna me prijardhje. Atje janë punu, atje janë gdhen edhe shifet edhe sot 1 metër gjatë, 1 metër gjatësi, 500 ngushë si soi ka pas kulla dhe është punu vitin 1897, 1898, një vit është punu këtë guri, nga mjeshtrit e fshatit Strelc, sepse Strelci edhe Isniqi janë afër njëra tjetrës. Edhe sot asaj dite, banorët e kësaj zone janë mjeshtër edhe të Drunit edhe të Gurit.
Pas përfundimit kësaj kulle, vitin 1899, Isa Boletini hap shkollën e parë shqipe, sepse ne dim në lidhjen shqiptare të Prizrenit, një nga pikat kryesore ishte edhe hapja shkollave shqipe, Sigurisht. që dhe u dërgua portës lartë sultanit, e që dhe edhe refuzoj. Atëherë ai e hapi shkollën këtu, duke sjell hoxhën, edhe mësuesin e parë, Hafiz Emer Efendiu nga Zhabari Mitrovicës. Hoxha ishte me nam, ishte patriot, ka ardhur komplet me familje këtu me rnu dhe përveç fëmijëve të Isa Boletinit i ka mësuar edhe fëmijët e kësaj zone përreth. Por jo vetëm këtu, në vitin 1904, bashkë me Hasan Prishtinën e hapin edhe shkollën e Kushtovë të Mitrovicës. Është një rast ku në kullën e Beshit Qabrës, një mikut bashkëluftari i tij se stakohen dhe thot Hasani duhet t'i hapim shkollat. Hasan Prishtina. Atëherë thot na mungon mësuesi, Isa thot jo, mësuesin e kem, edhe sjell Jusuf Rexhën. Jusuf Rexha ka qenë dhe klerik, hoxh muslim, hoxh po mendoj, po edhe mësuesi i devotshëm. Edhe të gjithë ta dy marrë vesh që të gjitha argjimet, edhe të shkollës, edhe mësimdhënies i kanë hek bashkë. Unë edhe një mision para disa dite e kam thënë që Isa Boletini, Hasan Prishtina, Ismaj Qemali, Haxhi Zeka dhe Iluq Gorakuqi, këta kanë qenë njerëz që kanë ardhur nga familjet e pasura. Do me thonë i kanë trashëguar gjithçka nga ato familje që ishin shumë, do me thonë edhe pasurinë e tyre e kanë shfrytzuar për çështje kombëtare. Sepse ne dim rrethanat çfarë kanë qenë të kombit tonë, po është e vërteta që një nga ato familje është edhe vetë Isa që ka hyrë pasur në revolucion dhe ka mbet i varfën. Po më falë, ky guri, që e shofëm të natyral, ky guri, ne e quajmë guri shejt, për arsye të gjitha luftimet që janë baktu në Boletin, kjo ka qenë buroj. Prandaj edhe kulla e grave, i cila është ndërtu vitin 1911, është ndërtu pas këtij guri. Po i kemi edhe shenjat e topave, që ja sjellin pamje pastaj. 1908 është kur ka bo luftë me Xhavit Pashën. Ne në dokumente osmane kemi gjetë, realisht Xhavit Pasha ishte me origjinë serbe nga Požarevci i Serbisë, një ushtarak i cili është ai ka qenë kundër luftëtari i po ai ka ardhur fillim vitit 1908 bëhet pashi i vilajetit Kosovës. Dhe me ardhin e tij ka kthyer me shukret kryengritjet Kosovë, madje Isa dhe Boletinin e ka pas se rrezikun më të madh dhe e ka sëmu me topat më nga fshati Raovic dhe janë fisi jonë. Prandaj edhe kanë me gjuhën më të këto. Po e veçantia e këtij guri është, sepse gjatë qëndrimit të tij në Stamboll vitin 1902-1906, pasi që Isa e largon konzull Eros nga Mitrovica dhe detyrohen me e largu në Stamboll, interne me i fjalë, atëherë kur sultani kishte ofru grada dhe ofice, Isa kishte thonë ma shumë e duket gurin e Boletinit se sarajt e Stambollit. Prandaj edhe varezat vitin 2015 e kemi vëros pranë këtij guri. Ka qenë një lloj amaneti për gjithë neve familjen. Kulla grave, këtu që shifët, infrastruktura dhe ndërtimi i saj nuk ka ndryshuar fare. Është po kë. Po kë është. Dhe kur ndërtua kjo është ndërtu fillim vitit 1911, i ka krejt, po mendoj janë gurt e fabrikës dikush me të familjes. Dhe deri vitin 47 familja ka jetu këtu. Pas vitit 47 regjimi komunist i konfiskon krejt pasurinë që ka i kishim ne në disponim familja jonë, me fabrika, me toka, me kulla, me shtëpia në Mitrovicë, e rreth e rrotull Kosovës edhe ma gjerë. Dhe tani kur ty mrena do ta vazhdojmë pjesën e cila është shumë interesante, por edhe mos ta harrojmë, prap kur ka ardhur momenti 2005 është për instaurim, është dhënë besimi një kompanie nga Isniqi, prap Kosheritan, është kompania Pleqja, i cila kanë punu me një përkushtim të jashtëzakonshëm. Mirë po, mos ta harrojmë, sepse brenda ka qenë gjendja pak më e rëndë, po ajo që i ka qëndru kohës ka qenë guri Boletinit. Nuk ka lëviz fare, edhe pjesë të oborit kompleksit. Rënjet i ka të forta. Nuk i kemi ngucë absolut dhe ka mbet ashtu, qysh ka qenë nga ajo kohë.
ta është të dojimi në brenda. Pa tjetër. Dini, ja u sjell një pamje në total kullës së grave, si që e quan edhe Zoti Gazmend, dhe ne po vazhdojmë në pjesë të tjera të brendshme. Kemi, në fakt, Zoti Gazmend, me sa duket, me fol me javë të tëra, kemi çka me prezantu. Ta them drejtën, tash i veç kemi hyrë në muajin e flamurit, në festën. Ju keni aktivitete të ndryshme? Kemi shkolla, vizita nga gjithë Kosova, vitin e kaluar nga Shqipëria, edhe nga Presheva. Po. Do me thonë ka nërë vizita mirë, po, ata ndoshta i sa buletinën e kanë dëgju në kangë, në film, e kanë papo në vjesha, në librat të historisë, po këto kur vinë, është një ndjenë krejtë të shka. Absolutisht, thashë edhe unë. Ne mundohemi për pak ato minuta, apo për atë kosa jëmë të... Para për emision. Ta E përmbledhin. pa mundër është mi përmbledh gjitha, sepse është historia... Edhe pse gjithçka është e rëndësishme, po çka do që konsideron më të rëndësishme me shumë Dhe kënaqësi. tani kur i brenda vazhdon e pjesa më interesante. Shkojmë. E janë edhe ju shikues. Jemi në pjesën brenda, po e mbyllim baze derën. Zoti Gaz, është restauru, kur e pate fjallën për restaurim edhe kjo pjesë bukur mirë, ndoshta është ndërhy nga kompania e Sniqës që the. Çka kemi këtu në fakt? Në fakt, kati përdhes. Jemi në katin përdhes? Po jemi katin përdhes të kullës, të komplekset. Në fakt, këto tabela në pika të shkurta është jeta dhe vepra e Isa Buletini dhe familjes Buletini. Mirë po ne vitin 2008, në këtë forme kemi bo bashkarisht me Institutin Historisë të Prishtinës, me ish drejtorin e Muzeut Kombëtar të Prishtinës, zotëri Arbër Hadri, profesorin Arbër Hadri, dhe këto fotografi, shumica nga këto janë edhe fotografia familjare që janë rujt me fanatizëm të madh. Ne kemi mendu dhe kemi fillu me ish fabrikën tonë. Që dini ausil pak pamje, për çka kemi fjallën, me qenë se jemi këtu. Është një foto, e vetmja foto që i kemi ne, është e vitit 1923, ku një kompani austriake kishte ardhur këtu në Buletin, kishte bo kontrat me familjen tonë, kam ble gur nga ne dhe i kanë destinu në vendet të ndryshme të Ballkanit. Për mos të harrojmë, para kësaj, në vitin 1881, Austro-Hungaria ndërton e kurullën e parë Mitrović-Shkup-Selanik, në kohën e babës Isa Buletinit Ademit, dhe kështu që pasuria e familjes Buletini është zhvillu shumë e ma shumë. Në fakt, kjo foto të regon jashtëzakonisht shumë një pamje, 200 punëtorë kanë punu me një ndrim, ka qenë kërkesë e madhe, dhe kjo që shtash edhe më parë ka punu, ka funksionu deri në fillim vitit 47. Pas konfiskimit, mo nuk ka punu asnjëherë. Madje unë që merrem me trashëgimin, gurët e Buletinit i kam gjetë në shumë pjesë të Maqedonisë së Veriut, duke filluar nga Manastiri, Struga, Gostivari, Dibra, Tetova, pastaj në pjesë të Bajramsurit, Tropojës dhe në shumë pjesë të Kosovës që i ruajnë me nostalgji të madhe. Kjo kompani austriake sot quhet Wörth, është transferu emri i saj në Wörth, dhe nga Vjena dhe deri në kufi me Maqedoninë e Veriut është shtru me gurët e Buletinit, për mi fut binarët e trenit, do me thonë deri aty janë gurët tonë të Buletinit. Ashtu i kemi historiatë në gjuhën gjermane. Në fakt kulla, ku jemi brenda saj... Po e shok të në bazë të arkitekturës e kemi të. Kjo është një fotografi në vitet 1968, kur ka qenë edhe si shkollë, sepse pas dëbimet e familjes nga regjimi komunist, kjo është transferu në shkollë fillore, ku 3 fshatrat, Kelmen, Buletin, Zhazh, kanë mësu këtë objekt, dhe mësuesi fundit
ka qenë Isuf Kabashi, i cilës po të gjithë ata mësues që kanë ardhur në atë kohë me dhomësim, për pamundësinë e rrugës, që rruga ka qenë jashtëzakonisht e vështirë, ka ndërnu me familjen katin përdes. Dhe vitin 70 kjo objekt është boshatis dhe është ndërtu shkolla ku edhe sot e kemi pas skule, po mos të harrojmë sepse ne do të ndajmë shumë shpejt edhe një kant për krejt ata nxënësat e suksesshëm që kanë dalë nga kjo kohë, nga kjo shkollë. Sot kemi gjykatës, prokuror, kemi doktor, profesor universitar, deri deputet Parlamentit Kosovës, ka neve nga bën shumë akrenar. Cili prej tyre, a mundemi me ditë? Është sot prokurori shtetit, ka qenë Azmi Peci, pastaj deputeti Ramadan Kelmendi, e kemi doktorin Agim Pecin, e kemi profesor doktorin Ndjerë Hajdar Pecin, e kemi Luzim Pecin, e kemi analistin, të më thonë një vargë njerëzit që kanë dalë intelektual nga kjo pjesë. Kjo është ma e mira. Me që jemi të shkolla, kemi vazhdu me fotografit. A që ka pëmden për shtypje, lema mu të adhëm se po kom qef. Is Boletini kishte 9 djem dhe 5 vajza. Po, me 3 martesa. Me 3 martesa, këtë desho po, edhe një për opinione, kam thonë ide për Top Channel-in, ishte shumë interesante që shumë pak njerëz e din, po në tash ma e kom bëllë shumë ma interesante që do të bëjnë një mision special për këtë punë, për arsye se Isa me ato 2 martesat e para, ato ishin të fejume për vllazërit e Isa Boletinit, po ata janë vranë në luvë dhe tradita jonë i ka kthy mos me prish miqasin për Isa Boletinin. Gjyshja parë, bashortja parë e Isës ka qenë nga fshati Surigan, Sugogërda, që i dojmë ne. Qamilja vjen, ka qenë motra e Halit Ahmetit, një luftari jashtëzakonshëm, jashtësoj zonës së Drenicës. Bashortja dytë, Hamidja vjen nga fshati Radishev, për ndryshe ka qenë edhe Qika Agjër shote Galicës. Dhe gruaja e dyta me Delis ka qenë Qika Agjër se këtyne dyjave, kështu që këta 3 kanë qenë Bajanak. Edhe tjetër, 2 vajzat e Hasan Ferit, Plave Guci, konkretisht në besat e Jakub Ferit, kanë qenë të martume për djemt Isa Boletinit. Akademiku i nderuar Recep Feri ka pas bash halla. Kështu që këtu lidhet familjare në kënd shumë atë fuqishme. Dhe të gjithë veprimtarë në fakt. Sigurisht edhe sot dhe atë ne kom të vija tona familjare me nderim e respekti më të madh. Fëmijët dhe nipat, do me thonë i ka shkollu me fondin e vet, do me thonë me investimin e vet, në Stamboll, në Rom dhe në Vjenë, do me thonë është fjala para 115 viteve, nga 9 djemë, sepse së cili është në historinë e vete, ta është do të shpjegojnë pak ma shumë. Halili, Muja, Niti, Tafili kanë kry shkolla pedagogjike në Stamboll, djali 3 Ademi ka kry Akademinë Ushtarake Modernat Italis me gradën në kolonel, vite 1918-1919, i hap shkollat e para ushtarake Tiranë dhe Shkodër. Është martu me Adili Bekteshin, ka qenë një mësuese nga Shkodra, është motra e Selamit Bekteshit, mjeku të parë në qarkun e Shkodrës, me qenë se dje kemi pasur 82 vjetore në vrasjes, i cili britet me atentar Shkodër nga Vasishantë, ka një komunist janë dhe Rogjës. Djali tjetër që na mungon një fatë Zaite, ka kry Akademinë Ushtarake në Vjenë, a i ka ardhën pushim, ju ka bashkangjit Isës në shpallin e pavarësisë në Vlorë dhe bashkë me Isën një vra në Podgoricë. Tash i kemi varet komplet të varosën në Obar. Djali 5 Pajaziti ka kry Akademinë Ushtarake në Vjenë, edhe në kohën e Gjermanisë zgjedhet komandant Zhandarmerie qeverinë e Xhafer Devës. Emigron në Kairo në Egjipt, fillim vitin 26, atje martohet vitin 1954 me princeshën Mejide, një nga motrat e Ahmet Zogut. Madje në këtë periudhë kohore, vitin 55, fillim 55-ës, Naseri është zënë nga pushteti mbretin Faruk, në dim dinastinë e Mehmet Ali Pashës, dhe emigron në Francë ka vdek vitin 63. Tash me gazetarin një njoftën Blendi Fevziu, ka bu një mision për mbretin Zog, është një pjesë ku e përmen Pajazitin, madje me Bretneshën nuk kam pas princeshën fëmijë. Ja kemi gjetë a shikone fundit Varin, ka vdek në Nis të Francës vitin 1960. E kemi gjetë Varin? Po e kemi gjetë Varin dhe pasaportën e tij.
Musa poshtë, ky ka qenë apolitik, është marrë vetëm me biznesin e shtëpisë. Realisht të arrestojnë në Mitrovicë dhe mënyrën ma mizore komunistat sërbe vrajnë në burgën e Mitrovicës. Do me thonë edhe sot nuk ja dim varin ku e ka. Gjyshi jam është djali i shtati Isës, Faiko. Gjyshim ka linë në Stamboll në periudhën kohore kur Isa ishte internom në Stamboll, 1902-1906. Gjyshi jam Faiko e ka kry Akademinë Ushtarake Novi Sad, Vojvodin, derisa ka qenë Austro-Hungaria në pushtet, dhe luftën e dytë botërore ka qenë aktiv në zonën e Zveçanit, me komandë gjermane, pastaj ka qenë i kyçën me grupin e famshëm të Shalës, Ukrshin Kovacicën, Ahmet Selacin, dhe me 17 prill vitin 47 vritet komplet grupin kundër partizanëve sërbë në Bistrisë, që u të veni Kozmatic. Pastaj pas një javë i kanë tërheku fomat e tyre dhe i kanë ekspozuar qytetin i Mitrovicës mi pa popullsia sërbe se s'kishin besu. Hala, baba, shumë antarë familjes e mbajnë men shumë mirë këtë rast. Djali teti Isës Aslani ka qenë avokat, ka qenë jurist, ka qenë kryetari i parë i Vushtres, vitin 1941, kur ka një forca gjermane. Vitin 22-23 kryetari i Gjakovës, 23-24 kryetari i Prizrenit, antari i lidhjes Prizrenit bashkë me Bedrigjinën. Dhe është arrestu në Prizren dhe është pushkatu në Prishtinë. Unë e kom gjetë gjallë bashkëshortën e tij, Hasiben, sepse me bashkëshortën Hasiben nuk ka pas fëmijë. Ajo ishte martu mas vrasjes së Aslanit në Prizren dhe e kam gjetë pas shumë vitësh. Dhe verën e kalume na ka vdek moshën 98 vjeçare. Mirë po rrëfimi i saj ishte shumë prekshëm, duke kallëzuar për trimni dhe zgjuarsinë e Aslanit, dhe në fund kaplani marinën e ka kryer në Itali dhe ka shërbim pazarin e ri. Ta arritin serbët me arrestu, i ka marrë 15 vjet burg në Sremska Mitrovicë. Vitin 53, kur familja shpallet armike në Jugosllavi, në Jugosllavinë e Titës të atërshme, bas konfiskimit pasurisë nuk kemi pas drejt as shkollime dhe punësime dhe krejt fëmijët e këtyre janë largu në vende ndryshme të botës, Brazil, Itali, Angli, Gjermani, Sloveni, Bosni, Shqipëri, tani vetëm unë jam në Kosovë nga krejt kjo dega që i kemi kështu. Po edhe një po ta tregoj për ekskluzivitet, Vali, vitin 2012, në rastin e 100 vjetorit pavarësisë, i tregoj edhe fatet, i kam ledh krejt fëmijët e këtyre nipat, ma 70 vite i kom sjellë në buletin, ka qenë ndjenjë jashtëzakonshme. Përmes rrjetit sociale kam gjetë, po BM-në nuk e kam ndru, edhe mas pari kom gjetë besën e kaplanit, i cila jeton në San Paolo, është aktore. Wow. Edhe fillimi i komunikimit me saj në fillim nuk besoj se mirë po kur i kom qito fotografia, thash gjyshi jëtë është këtë, gjyshi jam është tuk, të enë thmit e Isës. Edhe pastaj kishte vetë nanën, nana sa italiane, po mu më kaloni për shtypje të jashtëzakonshme dhe falenderoj ato shumë, për ato që ka ditë me tregu për Isa Boletini, kishte frymëzu jashtëzakonisht shumë. Po i kishte thonë. Dike rreth historisë. Po, sigurisht. Dhe pyetja parë që kishte pyet nana, kishte thonë, po më lajmërohet një djalë nga Kosova, një vend shumë i lartë nga ne, thotë çka kim lidhje në atë pjesë, thotë po gjyshi jot, babi jot kanë lidhje atje. Edhe pastaj në datën 24 nëntor ne shpalosnim këto shtatorën e Isës me qeveritarët e asaj kohe dhe thash është rast i volitshëm që të veni. Është 100 vjetori i pavarësisë Shqipërisë. Dhe kur sa aroj në kompjuter, përpara se kishim të telefonat që kemi sot, thotë që ne kemi arrit në Lisabon, në Portugali, nesrit jemi në Vjenë, Austri, dhe pas nesrit jemi në Prishtinë. Në të njëjtin aeroplan kanë qenë edhe ata familjarë të Italisë dhe nuk e njoh me vetë. Derisa kanë rinë në aeroportin e Prishtinës, kemi dalë me ish ministrin Memli Krasniqin, atoj kohë ka qenë ministri kulture, ish kryetarin e Mitrovicës, Avni Kastratin, e me shumë lider të asaj kohë dhe ka qenë ndjenja madhe. Pastaj këtu i kemi edhe xhirimet, intervistat e tyre, po këto kur kanë ardhur, ka qenë emocionale, jashtëzakonisht shumë. Dhe nga e kohë ne i mbajmë lidhjet tona, por kjo ka qenë misioni i parë.
që kom dasht mi bashku familjen, edhe kom bashku. E mrekullueshme gati. Po, tutje kemi veç të ndalim me ti kë personaliteti. Tafel Boletini ka qenë pra nipi isës, sekretari ti personal. Njeriu i cili kalon të gjitha këto shënime që ne sot po punojmë. Tafeli, që më thonë, djali vllaut. Djali vllaut, djali Ahmetit ka qenë dhe përveç asaj, Tafeli ka qenë vazhdimisht me isën, i kalon shënimet, dhe me thonë kuvendet, betejat, marrëveshje, shpallja pavarësisë Shqipërisë, masaj, shlirimi i Shkupit, konferenca Londrës dhe masvrasjes disa Boletinit, nga viti 1922 deri viti 1924 ka qenë plotësisht 22 vite kryetar komunash, prefekt apo nën prefekt, duke fillu në Kuks, Konsipazh, Zerçan, Peqen, në Peshkupi, në Lush, në Fjerë, Elbasan, në Vlorë, në Pellën, Tetov. Në Tetov vitin 24 përfundon karrierën diplomatike, pastaj vitin 29-51 ka qenë korektori parë i gazetës Rilindja në Prizren. Sepse në Prizren është themelu Rilindja, gazeta, dhe ma vonë është arrestu shumë nga pushteti i atëhershëm Jugosllav dhe vitin 63 ka emigru në Shqipëri. Dhe atje kur ka dalë, dhe para se del, babës ja kalon flamurin, që do ta shohim nalt, fotografia, shënime, të gjitha ato ngjarje që ne në historinë tonë kombëtare kemi arrit ato personazhe asnjëherë me mësu dhe me i tregu. Dhe vitin 68, kretat jetën e tij ka vendosur t'ia jap Skëndelju Arasit. Skëndelju Arasi ishte djali Petronilu Arasit, pishtarit parë gjuhë shqipe në Korçë dhe ishte dhëndri i poetit tonë Minjohë Migjeni. Kështu që vitin 70 ajo boton librin Isa Boletini në Tiranë, por kujtimet e tij, faksimilet e originalit Tafelit sot i kam dorën time. Edhe shumë herë kur i morë te vona, i gjemi shumë personazhe që janë të lidhuna me kohën e tina dhe ne vazhdimisht japim informacione ato të cilat kemi nevojë me i tregu. Sa me fat je. Shumë je me fat. Që rrjedh nga kjo familje, në fakt ka po tregon mbase mos me i tregu ti, kisha thonë është e në dhe prallë. Po realisht janë këtu. Ta them drejtën, edhe me familje të tjera, të rojve tonë kombëtar, që ne kemi pas rast edhe këtu mu taku dhe vene të ndryshme, si kur e Smaj Qemaj Vlorës, pastaj i kemi Dexha Lulit, Luiq Gora Kuqit, pastaj Bersën e Bajramsurit që dhe jeton vepron zonja Mimoza Kraje në Shkodër, e shumë të tjerë, cilët me të vërtet në regjimin komunist kanë qenë të mbulum, nuk kanë pas mundësi, po ta them drejtën vali, është vullnet i madh. Është vullnet i madh ka qenë, edhe pse në atë pjesën e historisë edhe se edhe i takoj, për moshë natësia më e madhe shpirtërore, që i kom arrit deri më sot me bo këtë punë, edhe vazhdoj me bo me një bashkëpunim shkëlqyshëm që i kam me të gjithë, edhe me sot me historianët, me mamë e emën, sepse i kam edhe kolegë, por mesazhi jonë është gjithmonë që pasardhësve, apo aty në fëmijëve, sidomos në Kosova, gjithmonë ka qenë Kosova vatra e kryngritjeve, luftrave, edhe lufta për liri. Ajo është dëshmu për erë, dhe ne jemi këto që kjo pjesa e Kosovës, ku na sot gjindemi momentalisht, edhe atër, edhe sot, e sidomos me rivarimin e bacësisë e ka vullos gjithçka. Por jo politike, kjo është kombëtare, nacionale, këto e kemi vazhdimisht e kemi dëshmu, por kjo puna e më besoj inshallah edhe mas me, vazhdojnë edhe tjerë, por ne do t'ju lojmë gjithçka të gatshme. Vazhdojmë edhe katër. Vazhdojmë nalt edhe ja japim një hapësirë me pushu pak dinit, derisa të shkojmë nalt, edhe vazhdojmë në pjesën tjetër. Wow, fantastike.
Në ditët e nëntorit që për neve tashmë jënë kthyer në festa, e dim, e përnder të kësaj dite, është privilegj edhe për mu që më ra rasti me qenë në kullën e Is Boletinit pikërisht në këtë ditë. Në fakt bëhet shumë, ashtu siç bën me veprimtarinë e tij familja e Is Boletinit në krye me të. Biseda me zotin Gazmend, me sa dëgjuat, përqen emocion, ndjeshmëri shumë të madhe, por gjithsesi krenar që i takojmë kësaj toke e kësaj votre. Pikërisht brenda këtyre ditëve zhvillohen shumë aktivitete. E dim që për Is Boletinin kemi mësu edhe në për shkolla, por që brenda këtyre ditëve nxënësit prap se prap vinë në këtë kull, e madje mësojnë edhe shumë gjëra që kemi qenë të mangët për gjatë mësimeve. Pranë meje unë kam zonjën Hasime Tahiri Hasani, drejtoresh e organizatës Mundësia. Ajo funksionon këtu prej vitit 2023. Me një knatësi shumë të madhe jemi ullë me pushu pak, ajo është me shumë angazhime, edhe unë ndoshta sot ju kum bo një farë lloj barre, po gjithsesi shumë e vlefshme me qenë, me mësu, edhe me marrë informacione, edhe sa më shumë që me i transmetu ato. Mirë që i kena gjetë zonja Hasime, knatësi fort e madhe me qenë së bashku me juve. U mundova pak me folë, po pjesën më të madhe po duhet ta lë ty. Çfarë saktësisht po bën prej vitit 2023 këtu? Organizata juaj, më mirë të themi. Në fakt, organizata ju qeveritare Mundësia ekziston tash 25 vite, edhe një departament shumë të rëndësishëm e ka departamentin e ruajtjes dhe promovimit të trashëgimisë kulturore. Përmes projekteve të ndryshme, që nga themelimi, domethënë ky ka qenë ajo vlera e organizatës sonë. Kemi pas edhe ma herët aktivitetet cilat i kemi zhvillu në kullën e Isa Boletinit, mirë po në vitin 2023 Ministria e Kulturës së Rinisë dhe Sportit ka shpall thirrjen për funksionalizimin e disa monumenteve në Kosovë. Në mesin e tyre ishte edhe funksionalizimi i kompleksit të kullave të Isa Boletinit, dhe ne nuk kemi hezitu fare. Kemi diskutu me Gazmendin që ka mundemi me bo, që ka nevoj, edhe gjithashtu së bashku me Qendrën Rajonale të Trashëgimisë Kulturore të Mitrovicës. Kemi apliku dhe ishim organizata e vetme në rundin e parë që fitum domethënë këtë projekt. Ky projekt ka fillu në 2023 dhe kjo fazë do të përfundon tash në fund të vjetorit. Po shpresoj shumë që, sepse ishte si pilot projekt, që ka me vazhdu. Edhe nuk është me rëndësi, domethënë nëse vazhdon mundësia, ose po duhet dikush me vazhdu, sepse këto lloj projektesh janë jashtëzakonisht të rëndësishme dhe domosdoshme. Kemi bu shumë punë, gjithmonë në bashkëvendim me Qendrën Rajonale të Trashëgimisë Kulturore dhe me Gazmend Boletinin, i cili është vlerështuar për kullën, sepse vjen nga familja. Une që ka muj me thonë, çdo herë që hy e hap derën e oborrit të kësaj kulle, kam një energji krejt tjetër, kam emocion, është vendi që të frymëzon për shumë çka. Edhe, po, sa do me bo, prap nuk kemi bo mjaft për me njoftu njerëzit, edhe një kontribut me dhona, sa do pak për trashëgimin tonë edhe për historinë, cilën të lavdishme që ka pas populli. E kur theti për festat e nëntorit, ku ma mirë me fillu festat se në kullën e Isës. Aty, do me thonë, te kulla e personit i cili ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në pavarësinë e Shqipërisë. Une nuk du me hin histori, sepse është Gazmendi dhe janë historian, por po të regoj qka kemi bo, deri tash pak edhe qka i kemi planet për nëntor. Fakt, aktivitetet e nëntorit kanë fillu, edhe e kemi qujt nëntorin në kullën e Isa Boletinit, dhe këtu ka me pas një laramani aktivitetes dhe kulturore dhe historike dhe të trashëgimisë. Këto e kemi bo prej, do me thonë që ka fillu edhe projekti. Qka është e veçantë është se në 2023 për herë të parë ju e dini se jeni në komunën e Zveçanit, edhe për herë të parë 2023 për 28 nëntor kulla ka qenë ndriquar me ngjyrat e klamurit, mundeni me pa
edhe në faqen e organizatës aty në Facebook, edhe ka bo një bujt jashtëzakonshme mediatike. Është emocion kur e sheh kështu në për Facebook ose portale, po nuk mundesh me përshkru emocionin që ndjen këtu kur i sheh ato drita që ndizen kuqeze dhe kulla mandej frymon kuqeze. Frymon gjithmonë, po sidomos në atë moment është e jashtëzakonshme. Kjo ka ndodhur edhe vitin e kaluar, po edhe si vjet, do me thonë me 27 nëntor, në mbrëmje kulla do të ndriçohet edhe për 2 ditë do të jetë, do me thonë me ato ngjyrat e flamurit. Tjetër e veçantë është se ne kemi bërë dhe audio guidat. Është hera e parë që une sa e din në një monument në Kosovë ka audio guidat, edhe ma e veçantë është që aty është zëri gazmend boletinit. Do me thonë, mas sa viteve, se nuk kemi përjetshëm asnjëri, ka me qenë përmes gazmendit edhe zërijisës, ka me mbet në ato audio guida, që kur të vinë vizitorët, i vnojnë edhe ndëgjojnë zërin duke spjegu, krejt ato që ka ndëgjove ti. Gazmendi është një enciklopedi, sa i përket, do më thonë krejt asaj historikut familjes tina, edhe jo me fat që kom pas rastin me bashkëpunu me gazmendin. Tash për nëntor, nesër, do më thonë e kemi përpos shfaqjes së filmave dokumentar për Isën, kemi nesër i kemi ftu poqari vjen, një poqar nga Gjakova, vjen qeleshe punuesi, një gurgdhendës. Gurgdhendësi ka edhe ai atë, do me thonjën se familja Boletini kanë qenë, e kanë pas si biznes, do me thonë punimin e gurve, edhe kanë me qenë endja me vek, punimi i gajtanit, edhe zeje tjera, do me thonë që veç janë në zhdukje. Edhe këtu kanë me ardhë nxansat, edhe kanë me, përveç që kanë me pa, kanë me bo dhe vetë këto... Me i provu ato. Mandi, me 15 nëntor, është një ngjarje shumë, do me thonë se dhe për familjen Boletini, po edhe për krejt neve, sepse dhe ne kemi me pas rastin me ndëgju, Isa Boletini vjen nga Isniqi, po mandej partë e tij qysh janë dalë prej Isniqit edhe janë shpërndarë në për fshatrat komunës e Istogut edhe komunave tjera, e gazmendi i ka mbledh përfaqësueste aty në pasardhësve, edhe kanë me diskutu historikun edhe se cili ka me tregu. Do më thonë është një ngjarje thjesht një orë historie. Për çka menzi po presim edhe na me po është ka me qenë po besoj shumë. Do me thonë se edhe mandej me 18 nxënësit e gjimnazit kanë me mbajt një orë poetike e kushtuar Isës, edhe e kemi quajtur Troku i kalit të Isa Boletinit. Troku i kalit të Isa Boletinit? Po. I ka do vargje kështu ende ndihet Troku i kalit, edhe mandej është Isa rend në Vlorë, do me thonë tash e 100 vite, kështu e ka, është shumë një poezi e fortë, mbas sajna edhe kemi marrë këtë titull. Me 20 një konferencë historike, roli Isa Boletinit në shpalljen e pavarësisë Shqipërisë, ka me pas historia nga Shkupi, nga Prishtina, nga troje të ndryshme, edhe kanë me, do me thonë, kemi me diskutu për rolin e Isës. Dhe koncert, e kemi një koncert tashmë tradicional, është në kullën e Isa Boletinit, festa e kullës e Isës, që shtu e kemi qujt. Edhe ajo është një ngjarje shumë e mirë, ka performojnë edhe ansamble, këngëtar, kryesisht koncentrohemi në temat që janë për çdo vit? Po. Një mbrëmja e grave të boletinve, ka me qenë, do me thonë, mbledhemi gratë dhe pak me kthy atë kohën. Do me thonë, ideja është me bisedu, që kanë bisedu gratë, kur trimat kanë shku në luft, edhe
kam punu, do me thonë, Do të punëtore. keni më mbledh pikërisht në këtë kull, me qenë se e ka Gjithë shka në kull. Gjithë shka ndodhë në kull, se dhe vetë emri projektit funksionalizimi është që Po. gjithë shka me ndodhë këto. Edhe mandej është edhe një marsh i pavarësis, kanë me marshu. Gjitha këto moj me t'i përcjell edhe, do me thonë, Po. ishe edhe ma herët që shka ndodhë dhe Po. janë disa aktivitete. Është për plot me aktivitete për kujtim të historisë. Sigurisht, do më thonë deri me datën 28 ka aktivitete. Po, me datën e 28 këto është kulla. Jo veç me 28, do më thonë tonë nëntori është për plot me vizitor, vinë shkollat, kryesisht shkollat Mitrovicës edhe rrethinës, e unë i ftoj edhe shkollat e qyteteve tjera me ardhë me vizitu kullën, po edhe me ndëgju historikun prej personit ma adekuat që do më thonë me shfrytëzu edhe sa e kemi gazmendin të ndëgjove vetë, kanë me ndëgju edhe ata për mes emisionit tëndë, po nuk po di qysh me shprej ma sa krejt ma ndryshë sa emocionu se është kur të merë prej dorës parë. Po, dyert janë të hapura për të gjithë shkollat, kështu që menaxhmenti bëjnë thirrje përmes këtij emisioni së bashku me zonën Asime, në fakt vetëm për janë ndihmoj që edhe pse vinë vetëm të rrethinës mundëm ju bashku të gjithë shkollat. Unë e thash në fillim, edhe nga Shqipëria, sepse ne vizitojmë Vlorën, ne vizitojmë zonat tonë, nga Shqipëria, nga Maqedonia, nga krejt viset ku ka shqiptar me ardhë edhe me vizitu kullën, edhe me mësu historikun, edhe me ju përkull varit të Isa Boletinit dhe bashkëtarëve. Zonja Asime, e di që je shumë e ngarkume në këtë ditë, po du më të falenderu për zemërsisht që pranove me i dhonë pak sa detajë në rëj që më ju shku më barë. E them me një fjallë dikun mes bisedës, askush nuk është i pavdekshëm. Kur vdek një hero si Isa Boletini, lejmë në tjerët, falemderit që po kujdesni për gjeneratat e reja të paktën, mos me ju hjek, me qenë të mangët rreth informacioneve, kushimin e popullit shqiptar, çfarë veprimtar të marrë kemi pas. Kjo është shumë e rëndësishme, mos më harru historia. Sigurisht. Po gjithmonë me na secila gjenerat duhet me marrë këto si motiv ose si detyr, obligim për me javë përcjell gjeneratave që vinë historinë. E mos me harru trimat si Isa e shumë të tjerë. Faleminderit shumë zonja Asime. E zbashku nga këtu po kalojmë me disa pamje, e kemi vekshin, e kemi disa detaje të tjera, të cilat uroj që të mbesin gjithmonë të pavdekshme. Shihemi. Së bashku me Gazin në një pjesë tjetër e që këtu ruhet Maca po shë Gjemedani i Bacësisë. Apo e kam gabim? është Gjemedani 105 vite ma shumë. A të themi kështu? I marum nga nana Isa Boletinit, nana Ajshe. Ajo me priordje ka qenë nga Zhabari, Mitrovicës. është punu me një fanatizëm të madh, madje kjo është Gjamadan Vere. Kurse me atë cilin është vrarë në Podgoricë, Gjamadani revolveri, ora dhe qelibari duhanit janë në Muzein Kombëtar të Tiranës. Ka qenë para disa viteve një marrëveshje mes dy shteteve, Kosovë dhe Shqipëri, edhe ministrat e kulturës të asaj kohe, i kanë sjellë për një kohë gjatë në Muzein Kombëtar të Prishtinës për qytetarët e Kosovës të cilët kishin dëshirë me shku dhe mi pa senet personale të Isa Boletinit. Po edhe këtu i kemi dy sene me vlerë, pra Gjamadani dhe tjetra anë është flamuri personal i tij nga viti 1910. Ky flamur realisht është përdor në pajtimin e gjatë e verat Lugës viti 1910 në 4 prill. Masni pas 6 dite, pas pajtimit e gjatë që është zhvilluar dhe betejë e Caralevës, Isa në Caralevi Dreseteri në Kaçanek, është kjo lufta e njoftër asaj kohe. A kthehemi tash edhe pak nga kamera, po na vjen me të pak kështu tek sa na tregon, m'fal. Ku mbetet tek lufta e Caralevës, m'fal. Po. Dhe ma vonë në kuvendin e unikut dhe këtë flamur e ka ngrit në Shalë Bajgorës me 30 qershor 1912.
bashkë me djemnin e Shalës, Llapit dhe zonës të Vushtres, dhe aty ka fillu dhe kryengritja përgjithshme realisht. Pas një jave ka fillu shlirimi i qyteteve nga Pazari i Ri, Mitrovic, Vushtre, Prishtinë, Ferizaj, Kaçanek, dhe pas 20 ditë ashtu i bie, shlirohet edhe qyteti i vilajetit Kosovës pra Shkupi me 40.000 kryengritës. Aty ka qenë bashkë me Idris Seferin, Bajram Curin dhe me ideologën Hasan Prishtinën. Dhe kjo nga jo kohë quhet edhe Shkupi shqiptar, nëse edhe është një nga qytetet më i banumi me popullsi shqiptare, nga gjitha qytetet, më i them me i fjalë. Mirë, po janë edhe fotografitë arkivore me këtë tabel, nga ajo ditë e shlirimit të qyteteve të vitit 1912. Dhe nga kjo kohë dihet që pas përfundimit dhe largimit perandorisë osmane nga trojet tona, është edhe momenti kur Serbia fillon me 8 tetor vitin 12, fillon për okupimin e tokave tona shqiptare, madje edhe ma herët krerët asaj kohe, Isa Boletini, Hasan Prishtina, Bajram Suri, Idris Seferi, Sadik Rama, Gjurgjeviku, shto i këshin bërë takimin që të gjithë krerët e kohës të bashkoheshin në Ferizaj që ta mbroshin Kosovën me ato mundësi që kishin. Fatkeqësisht Serbia kishte arritur që në kufit e arrestonte Hasan Prishtinën, Gjemal Prishtinën, Idris Seferi me vllahun, Ferhat Dragon, Egjip Dragon, domethënë 14 krerët e asaj kohe, dhe i ka ndërguar në burgun e Kalemegdanit në Serbi, dhe po ma vonë me ndikimin e ndërkombëtarëve dhe janë liru. Dhe nga ky moment, tash i citoj disa momentet e kujtimeve të nipit i Tapirit, sot ne, kur ne nuk e gjetëm e Ferizaj askën, kemi vazhdu rrugtimin drejt Vlorës. Sepse në atë kohë kanë qenë shtëpitë e caktuara ku i meshin lajmet, sepse postjerët kanë qenë nga zona ndryshme që i kanë pru lajmet. Andër, konakun e parë e kemi bote Rejt Zëmeri në fshatin Gjonaj, të Prizrenit, konakun e dytë të Selimaga në Bicaj, të tretin të Shahasanin Has dhe të katërtën të miku i tij i anëve Lezisufi në Dibër, dhe kështu rresht 3 ditë kemi bërë rrugtimin drejt Vlorës. Dhe e vërteta është që me 28 nëntor, sipas nipit i Tafirit tregon, që erët në mëngjes jemi nis nga Fjeri drejt Vlorës. Dihet sa është kilometrazha Vlorë dhe Fjerë. Mirë po moment kur kemi hyrë në Vlorë, ka qenë situata kaotike, sepse akoma ka pas armiq që nësit vërdall rreth Shqipërisë, rreth Vlorës, kështu me radhë, dhe dihet që Ismail Bej Vlora e ka prit mënyrën më të madhe me një gëzim jashtëzakonshëm Isa Boletini, luftëtarët e tij, dhe ajo dihet që me automatizëm jashtë Isa Boletinit ishin edhe polic, edhe ushtarë dhe ata që i marrin rendi dhe qetësinë. E vërteta tjetër është që Ismail Bej Vlora kishte rezervu edhe Ministrinë e Mbrojtjes për Isa Boletinin, por kë nga modestia kishte thënë që këto vyn të caktohet një njeri i cili është me shkollë dhe kishte propozu vetë Mehmet Pash Drallën, një ushtarak nga Tetova i cili kishte shërbyer shumë vite perandorisë osmane. Madje Isa, edhe vetë Isa, mas shpalljes pavarësisë, dihet edhe konferenca e Londrës, një nga konferencat më historike të asaj kohe, dihet që padrejtisht u dhan tokat tona shqiptare. Për atë pjesë do të vazhdojmë dhomën tjetër, ku do të flasim pak a shumë për një personalitet britanes, i cili viti 1901 ka ardhur vetë në Kosovë, emri i tij është Aubrey Herbert. Herberti më herët ka qenë atashe i Britanisë Madhe në Japan, pastaj në Liban. Nga suksesi i madh kishte tregu dhe kishte ardhur me inspektu shtrit ballkanike me delegimin e princeshës të asaj kohe Victoria. Madje në Mitrovic ai kishte ardhur dhe 3 herë ka ardhur kullën ku jemi sot, te Baçais, dhe është herën e tretë edhe në kujtimet vet thot kur thot ka marrë te Isa, ka fillu lufta mes Isës dhe turqëve dhe thot i kam thënë Isës që jam i gatshëm të bëj një pushim mes teje dhe turqëve. Atëherë Isa ka fillu me qesh, e para e në kullën time, e dyta unë edhe përgjësi për ty, dhe e treta lufta pushka nuk vesin kushim.
Madje në kthimin e tij në Londër ai themelon shoqatën anglo-shqiptare vitin 1908 dhe ka bërë të gjithë ato propaganda të cilat i kishte përjetuar këtu në Kosovë dhe vujtjet e shqiptarëve me fjalë. Dhe kur vjen momenti i konferencës së Londrës, janë edhe në dhomën tjetër edhe fatet të konferencës së Londrës, madje ai kur të gjithë delegacioni shqiptar me kryeministin Ismail Qemalin kishin shkuar në hotel, thotë ne kisha nderin që në shtëpinë time ta kishta mysafir vetë Isa Peritini. Madje për këtë pjesë ne kemi angazhuar dhe shumë kolegë profesor që të kanë jetuar dhe vepruar në Britani, nga ato është edhe miku im i madh, profesor Bejtullah Destani, që me kalimin e kohës ka botu shumë argumente, dokumente britaneze që lidhen me historinë e kombit tonë shqiptar. Ajo pjesë aty me se jemi edhe në dhomën e pavarësisë, si quajmë ne, është vetë. Kjo quhet dhoma pavarësisë. Ne ashtu e kemi quajtur, dhe besoj që tani do ta ndryshojmë edhe interierin mbrana, besoj shumë shpejt. Kjo është vetë një foto i cila është bërë në ditën e pavarësisë nga Petro dhe Mitra fotografi nga Korça. Ne dim që familja Marub ishin ata të parë që e sollën fotografinë. Nga 40 fotografi që i kishte bë, vetëm kjo për fat ka shpëtuar. Kjo është momenti kur Isa hyn në Vlorë, por jo nga qendra, nga tjetra anë e Vlorës, dhe këtu shifën shumë bashkëluftarë që janë në shoqërinë e tij. Madje ne kohën e fundit po mundohemi që shumë personalitetet që ishin me Isën i kemi vetëm me emra, por nuk e dim kush janë të gjithë. Prandaj me se është histori, ne nuk guxojmë me gabu. Se ka nga ato që vinë dhe thotë kjo është agjem, dajem, po unë zguxoj me gabu. Dhe deklarata e pavarësisë, tash si fundi është trajtuar jashtëzakonisht shumë. Kjo që e shohëm ne është e vitit 1913, fatkeqësisht 12-ës është vjedhur nga armiqtë e Serbisë e Shqipërisë, dhe tani fundi është dhënë 2 origjinale, njëra që është gjetur në Strug dhe tjetra në Paris të Francës. Është shtrujnë nga dora e djathtë të Ismail Bey Vlorës, Lef Nosi. Lef Nosi ishte njeri autoritar, një njeri që ishte vazhdimisht me Ismail Bey Vlorën, dhe është një gazetë franceze ku ai e tregon, e publikon në vitin 1923. Pastaj ardhja e mbretit zog në pushtet i ka ndërprer të gjitha këto lidhje të cilat kishin me këtë dokument. Mirë po fati i madh është që njerëzit tanë, me thonë studiusit tanë, nuk rinë duar kryq, janë vazhdimisht duke gjetë dokumente cilët neve do të na shërbejnë edhe të ardhmen, dhe me të vërtet historia po vjen ashtu qysh ka qenë, po vjen ato binarë të sanja. Dhe kjo besoj që duhet të kompletohet, edhe ta kemi edhe ne si Kosovë, enciklopedina apo historinë tonë, ashtu qysh duhet të jetë. Pikërisht. Tash vazhdojmë edhe një pjesë. Vazhdojmë patjetër. Wow. Për ndryshe, dini është të na përcjella, po ekipa për këtë ditë janë duke u përgatitur, sepse që nga nesër në fakt fillojnë aktivitetet të ndryshme për gjatë tërë muajit nëntor. Edhe është që informacion se po i shohim punëtorë që janë të lëvizë. Çka kemi këtu, zoti Kazmet? Këtu e kemi konferencën e Londrës, që thamë edhe në momën tjetër. Pra, kjo është personaliteti Aubrey Herbert, i cili shumë shpejt do ta ketë edhe shtatore në Prishtinë, sepse komuniteti jo në Britani të madhe kanë bërë kërkesë të presidenti Osmani që ky person duhet patjetër ta ketë. Arsyeja pse? Sepse tregova më herët, kjo themelon shoqatën anglo-shqiptare në Londër, ku dhe sot ajo punon pozitivisht për çështjen tonë kombëtare. Madje edhe nana e tij, mas vdekjes tij, sepse ka vdekur shumë i ri vitin 1924, por nana e tij, Lady Herbert, e ka vazhduar dashurinë për kombin shqiptar. Ka gubernatorën e parë në jugun e Shqipërisë, sepse jugu i Shqipërisë në atë kohë ka vujt nga malari, nga temperatura, kur vetë Isa ka qenë edhe i smur. I prekur ka qenë nga smundja. Ka qenë smundja edhe kur ka vdek i smur me malarje. Madje, tash t'i zvoni, vitin 2014,
Jason Thomas, Noel Malcolm dhe Bejtolla Destani kanë botu kujtimit e tij, meshtëmi të mëdhej shqiptar dhe përbërja e Shqipërisë moderne. Dhe nga gjysa e libret fillon me shkru për Isa Boletinin. Madje kë ka luajtur edhe rolin apo avokatin e kombit tonë shqiptar, me kretat atomin e tij shpirtëror, nuk ka kursy fare për shqiptarët, ka pas dhe letra shkëmbimi edhe me Mithat Frashrin, pastaj edhe me Ismail Bejvlorën, kështu që ne jemi krenar që ai ka qenë në këtë pjesë të Kullës. Dhe kjo shtëpi këtu vali, është shtëpia ku Isa Boletini ka ndajt në këtë shtëpi, është shtëpia e familjes Herbert, e Aubrey Herbert. Kjo gjendet në qendër të Londrës në Bruton Street 28. Madje familja Herbert e ka falë komunitetit tonë këtë shtëpi, aktivitetet të cilat të gjitha mbahen. Promovime librash edhe këto data tona historike mbahen në këtë shtëpi dhe kjo shtëpi është një urë lidhëse që dhe neve britanes nga konferenca e Londrës na kanë përkrah vazhdimisht. Dhe lufta e fundit e Kosovës e ka tregu, dua ta them vetëm një fjalë, tash të vonë janë botu edhe kujtimet e Robin Cook, ish ministri të punëve të jashtme britanes, ku fjala e parë e tij është kur unë sot e kam lexu dosjen e vjetër të shqiptarëve, duket që kemi bërë shumë padrejtësi. Mandej ka qenë edhe një borxh që i kanë kthy ndaj neve. Dhe pjesa tjetër, mas konferencës Londrës saktohet princi i Austrisë, princ William von Wiede, i cili vetëm 6 muaj ka qëndruar si administrator. Këto janë disa pamje nga Ministria e Mbrojtjes holandeze, që na kanë sjellë mergjimtarët tanë. Këtu shqipat princesha Sofia, bashortja e princ Wiedit, princ Wiedi, Isa Boletini dhe koloneli Ludwig Thompson. Ludwig Thompson ka qenë holandez, për ndryshe momentin kur Shqipëria shpallë shtet, kjo ka ardhur në mënyrë vullnetare i trajnu ushtrinë shqiptare dhe ka vdekur kundër rebelave të Satpashës në Dors. Aty ku e ka bustin, aty është vrarë mirë, po kur trupi i tij pa jetë ka shku në Holandë, mbreti holandez në Amsterdam, në kryeqytet Holandës ja ka bën një varrim madhështor vetëm se kishte shku me ndihmu një popull i vogël në Ballkan. Dhe ajo fotografia e famshme bashkësisë poshtë është dhuratë cilën ky e ka bërë vetë, pranë kësaj ndërtesës ku Isa ka qëndruar në Dors me njerëzit e tij. Kjo sot nuk ekziston. Dhe këto tjera fotografi pra janë momentet kur Isa me njerëzit e tij e mbronte Durrësin kundër rebelave të Satpash Toptani dhe Haxhi Qamilit. Po, kjo fotoja luftëtar kosovar në Durrës. Po. Dashti vale, ne jemi mundu, paka shumë këto minuta, me kompletu historinë komplet, sepse ka shumë gjëra që duhet thënë. Unë asnjëherë nuk lodhem, për mua mos e ki dert, po është një kënaqësi, sepse ne çdo ditë e kemi kështu. Çdo ditë i presëm mysafirët dhe besoj që shumë shpejt tani kemi kryer edhe guidet, ku është edhe zëri im. Do është ako me pas shumë pak mundësi me folë, me personalitete mund të dëgjojnë edhe historinë e këtij objekti, këtij treve, këtij veni çaq me vlerë, por edhe në gjuhën angleze. Besoj edhe ajo është sepse këtu na vinë edhe mysafirë të huaj. Sigurisht shumë e mirë. Edhe një ekskluzivitet e kemi na thonë edhe pastaj. Kome t'i thonë dë fjallë ty për tej, po t'i thonë këtu masa ne i dolim të ekskluzivja. Për te historisë që po ma të regon deri tash, unë jem shumë më i ri se ti, shumë më i ri se sa vetë historia. Besoj që familja Boletini vlerë kështuar paska dhe ty. Si dush mere. Faleminderit. Unë po jap këtë vlerësim e shumë po besoj që kanë me jep edhe shikuesit kush do që ka më na ndjek, sepse deri tash sa të dëgjova, mësova shumë prej teje në fakt, për gjithë këto që na i përmendë, kështu që jam falenderues të rjetën që ma ke pasuru këtë emision. Shkojmë te ekskluzivja. Të ti s'dën më të lavdu, adjova, se e bën për familjen tuaj. Faleminderit. Apo shkojmë këtu? Po. Është dhoma e fundit. Mundesh me ekzekutu veç me kamerën me qenë se e kemi pak ngusht. S'ka lidhje. Çfarë kemi këtu gaz? Po le të kisha lutë më unë njerën në karik. Po ullëm karik për na thët gazi, hajde. Po ullëm këtu.
Okej. E tash i kështë. Okej. Këto dyrbi, vali janë djalit i Saboletinit në kolonela dhe Boletinit. Janë prodhim italian vitit 1919. Momentin kur ai vritet me atentat në Shkodër, familja i merr senet e tij personale, kapelën ushtarake, çantën ushtarake dhe dyrbit. Wow. Sot i kemi në muzej, pra ta them drejtën gjithë familja, të gjitha foto, dokumentet i kanë adresu kjo unë, sepse tash unë jam marrë në shumë vite me këto punë, edhe besoj ka dhe shumë sene që do t'i shihni, janë gjithçka ekskluzivitet, prandaj ajo pyetja parë që ma bënë në obar, jemi ka fundi me të Jemi në fund, pesë në fund ta kthej përgjigjen. Tjetra, që është fantastike. shumë për me ditë, ky filxhan, edhe kjo xhezve, e kam gjetë e bajraktari Shalës në Thes të Shkodrës, ku për herë të fundit vitin 1933 Afet Boletini kishte pi kafe. Në këtë filxhan Në këtë filxhan e këtë xhezve, ku ai zoti i shtëpisë, tash nipi po i bjen, i bajraktari Shalës, në një rast në të vorimin e Robert Telsit, ne dimi ai ka qenë studiues i madh, kanades, po me dëshirë madhe kalon amanet që i borosit në Thes, po tjetën det e kam gjetë bas shënimet të Tafilit, e kam gjetë bajraktarin e Shalës dhe e familjen i ka kthy me shumë emocion. Ka qenë edhe për mua emocion, sepse në moment kur i mi taku, e kom përmend këtë ngjarje, ai ishte ul afër kësaj vitrinës dhe hapi dhe tha këto janë për ty. E kam amanet prej gjyshit, prej babës, tani qërë momenti ti mu t'i kthy prapë. Dhe e fundit, gratë e shtëpisë tonë, s'ka ne kemi trajtu para disa mujve, edhe gratë e shtëpisë kanë qenë shkollune, edhe nuset e Isa Boletinit ishin mësuese, ishin manekene, ishin zgra, mirë për në komunizëm përfunduan jashtëzakonisht shumë, me burgje, me vdekje, ndonë se një nga ato është aktoria parë shqiptare, Hyrie Hana, ka qenë nusja e djalit Tafil Boletinit, Ali Boletinit. Kjo ka qenë mike dhe shoqja e parë me Katarina Josipin. Përndryshe Hyria ka hapë edhe teatrin e parë të kukullave në Kosovë. Mirë po vali me ta thënë të drejtën, momentin kur unë e kam gjetë në gjendjen shumë të rëndë ekonomike, sepse është shumë interesante, moment kur është martu me Argjen Ali, Alia ka qenë dy herë i burgosën Goljotak, herën e parë me Adem Demaçin, kanë qenë shok më të mirë, dhe kur është martu me Hyrien, sepse kjo ishte motra Gjiladin Hanës, Gjiladin Hanën dihet që e kanë vrarë komunistat, dhe thoshte unë isha në Burg, Alia del ke pi burgu. Apo anasjeltas, Alia në burgu në pi burgu dhe s'kishën të mi, dhe pastaj Axhali për mos me hi në Burg herën e tretë, ka dalë në Shqipëri legalisht, dhe kjo s'është martu kur asnjëherë. Ka jetu në shtëpi të prindve në Pejtan në Prishtinë, dhe unë në ato kohë punojsha në zyrën amerikane, një shok i imi, kolegi imi kishte rnu te kjo me qira, po kur shkova me vizitu, në hymje shtëpisë e pash një foto dhe ma ka kthy komplet historinë ashtu. Ajo pak para se me vdek, kalon ditarin, cilin është butu nga Ministria e Kulturës vitin 2008. Kjo është e vetë një foto që i ka me Argjen Ali ditën e martesës. Dhe kjo është Do thot, gjithë çka ka përjetu, nuk e di çka më ban krejt, po vetëm këtu na kontrolluan mirë, derisa mi hoqën edhe kopset nga flokët e gjata që mbaja. E ka tregu të gjithë historinë, sfidave, hije ka të pojdëm që... Komplet. Prandaj, ajo fjala jote në obar, është kjo që në për spjegoj, për tregoj, në të gjitha të argumentume me dokumente, edhe familja jo vetëm me Isa Boletinin, po familja ka vazhdu, edhe
Sot, për fat, në shtëpi kemi pas doktor, kemi edhe sot, janë në Itali, janë në Brazili, tregova që kanë arrit, do me thonë, edhe grada shkencore, madje edhe në vipin një familje, nanën e kom pasë mësuse, këta është i bashorë dhe ndjallin student mjekësie vetë, ishte janë, kështu i kemi vazhdua tradit, por në besoj një ditë, që po ta thonë vali, kur të largohem nga këtu, ndoshta të komu mërzit pak, po edhe s'komu mërzit sepse gjithë ka komilon nivel. Edhe kjo nuk është mu pasuria jam, po ishte pasuria e kombit shqiptar me kjo. Nëse ki diçka me thonë. Përveç që jam shumë i lumtur që bisedova me ty, edhe sidomos kjo pjesa e fundit, ma le atë pengu në fillim për me i thonë krejt çka po të me i thonë tash. Jetovë gjithmonë historia nga breza dhe kush jemi mbase ne, ky mundi juaj, i familjes tuaj mos u shymt kur, po i them tamam kështu më që më na kuptu, tamam. Faleminderit. Ty mos mes na ishte në bërës. Jo, jam kureshtar, edhe me ta tregu edhe atë pjesën të cilën kam punu jashtëzakonisht shumë, dhe ishte një nga pjesët më interesante që në jetën time kam arrit. E para, kjo është momenti kur e kom taku zonjën Hasibe, bashortën e Aslanit në Prizren. Wow. Dhe kjo ishte një nga momentet cilën këta e kom gjetë ma 70 vite thujave. Dhe faleminderoj dhe vajzat e sajna, që na mundsuan mu taku me të. Mirë po, edhe kjo ishte shumë qekë. Kjo është Hasibja, ka qenë mësuse. Ka qenë mësuse? Ka qenë mësuse, dhe sa ka qenë në Aslanin, bashorte. Që vetëm, në qo se mundëmi, po bëse nuk ishë problem, dinin dështë ta mundët me e kokë. E lodhën nga pleqëria? E lodhër nga pleqëria, me një memorie t'jashtëzakonshme edhe rrethimet e cilat na i tregojke për Aslanin, edhe pse ajo me Aslanin nuk kishte fëmijë, po kishte një respekt për familjen. Edhe tash është pjesa i cila janë e tërë familja, që i kom bashku njëkohësisht pas shumë vite këto. Janë krejt nipat, mesat i sabëritivit këtë fatë, nga gjithë bota, nga Brazili, nga Anglia, nga Gjermania, nga Italia, nga Slovenia, nga Bosnia, nga Shqipëria dhe vetë Kosova. Breza pas. Breza pas, edhe grada shkencore të tyre janë mjek, janë profesor, janë aktor, janë kështu, me një krenarit jashtëzakonshme. Wow. Kjo ka qenë puna janë valit deri sot. E tash vazhdon akoma. Dhe thot, misionin tënd për me i bashku këta e ke përfundu? Ka ndihmu Zoti. Ka ndihmu Zoti, sepse asnjë njeri nuk mundet vetë një bo, faleminderit edhe nga tjerët që na kanë përkrah, po kjo ka qenë ideja parë. Ideja parë me 100 vjetorin e pavarësisë. E tjerat vinë, sene tjera na vinë, unë jam edhe diçka me ju tregu për këtë festë të flamurit, sa ka qenë familja e ase, kjo është një foto në Brazil, është gruaja kaplanit Atifja, edhe djali i saj Orhani në Shan Paulo vitin 1957. Kjo ka qenë me profesion manekeni, për ndryshe stiliste ka qenë. Edhe... Në më thonë, në Brazil është e bëmë kjo fata? Në Brazil, 57. Mirë por Orhani ka jetu ma vonë në Itali, në Milano, ati është në Milano, kurse këto tjera foto janë të Marubit, kjo bashortja Ademit, mësuse ka qenë, Adilja, ka përfundu në burgun e Shkodrës, vitin 27, ishte motra Silami Bekteshit, këto foto e vitit 1933. Mund është me pa... Edhe kualitetin edhe po sigurisht. Për ma shumë, me të kallëzu, jam disponim deri në mëngjes, kemi çka të dispozojmë, por dikon me se 100 foto të familjarëve,
për krejt atë edukim që e kanë kry, po vazhdojmë vetëm pak kështu. Këtu jem foto Marubi. Hajde. Kush është kë? Kjo është nën kolonel Adem Okej. Bolletini, po. Ja dhe këtu. Këto është Pajaziti djali tjetër, Po. në uniformë Austrisë. Këto është Tafili në Istanbul, edhe këtu, kjo Adilja, tash këto është Ademi, Adilja dhe Pajaziti. Më thonë janë foto ditit 1983. Për shumë ma shumë, kemi shumë argumente që shumë herë kam dëshirë t'ju nimoj studentëve, po mos e gjera këtë pjesë. E kemi gjiru mirë po me lejen tënde si t'na thua shti. Se urna, Faleminderit shumë. Nuk po di çka mundet me gjetë diçka tjetër më thoma shumë se faleminderit. Po di çka. absolut, jena Po. mundu për jo vetëm me ju, po edhe me shumë televizioni, media tona, sepse përmes medjave mund të mësojmë shumë për interesimin edhe juve, bravo, e keni një bravo nga on, ju edhe gjithë të tjerët, po edhe të rritë, cilët janë shumë entuziast, ne mundohemi këtu sepse kjo minutazh, ndoshta i përthekon shumë gjëra, po ka shumë ma shumë që dhe thuhet. Ne kemi marrë veç mos haro me streshtave, sepse edhe me javë, me muj, me najt kemi shumë argumente. E kam thonë dikun. A mos të në mes. haro, kur kam qenë i vogël, do me thonë moshën 10 vjeqare, edukimin, frymëzimin e kam nga babi jam Gjaviti, sepse e krejt familja, baba, gjallarët dhe familjarë tjerë, i kanë qenë thmit vujtën të komunizmit. Mos haro këtë pjesë, dhe do me thonë nga të tregime dhe gjyshja ime, Sadia, cëla 2 herë ka qenë burgun e Mitrovicës e Burgosën, bashkë me qikën e Azës babës Hallën Iqbal. Çfarë do me thonë ajo dhona, ajo me të largu prej shoqërie për asë, po dashuria dhe respekti. Jo vetëm dhe qytetarët e Mitrovicës, po edhe ma gjerë edhe fsha dhe vetë, jo vetëm këto, po kudo që shkojnë di vetën si shtëpinë time. Edhe këto rrëfime që po i tregojmë, unë e s'lodhëm asnjëherë sepse mu kam bo për dishmëri, po doa ta them për fund, e kemi një kamp t'jashtëzakonisht mirë, edhe neve na vynë mas me shu venin, që është një mesazh imi, po me najt në venin, duhet me punu për venin, me dash vendin. Edhe bashkimi është ajo kryesorja për hir të vujtjeve të kalurës. Ne do të kthehemi marë, edhe të punojmë për hir të në gjeneratave të reja, sepse e kemi një histori që se ka një popull në Ballkan dhe në Evropë. Duke fillu nga Gjesh Kastrioti Skënderbeu deri tek Nana Teresa. Do me thonë jo vetëm këto, por kur edhe të hujt kanë shkru për historinë e shqiptarëve, me atë krenarit madhe pse ne nuk punojmë. Edhe në janë që kretë kombi shqiptar, nga kulla i sa Bolletinit, ju uroj sukses, shëndet, edhe urime kjo feste madhe që na bashkon për herë. Zemra tona kombëtare. Sa herë mbylli emisionin, unë e bëj po këtë thirrje. Jo me e zauru sot te, po them të paktën që mbi sfidat që populli ka kaluar ndër vite, ndër shekuj, me qenë bashkuar. Kështu që faleminderit që ma morë së rolin edhe atë mesazh. Faleminderit. Nga kulla e Iz Bolletinit urojmë që secilën fjalë të Zotit Gazmend edhe jo e keni dëgjuar dhe na keni ndjek me shumë vëmendje. Na kanë mbetur disa pamje që nuk ua kemi sjell mbase në total të kësaj kulle e ne po ja u sjellim me një herë ato së bashku me Zotin Gazmend. Faleminderit shumë. Juve. Shumë faleminderit.
Çfarë historie, çfarë emocione, çfarë ndjenja të mira edhe ndjenja krenarie për mua si Val, për emisionin Votër që pikërisht në këtë ditë me datë 28 nëntor e që ky emision është bërë para disa jave po i bie. Në fakt unë do ta transmetoj ditën e sotme. Histori krenarie po i them sepse mësuam shumë çka, mësuam çka nuk e kemi ditur më herët, mësuam për historinë e sakt, ndoshta pa lakesa për familjen e të madhit Is Boletini. Ata janë kudo tash më mirë, po në përvenat e tyre rrjedh gjaku i shqiptarit. E kjo është më e mira që unë mundë me e paraqit përmes emisionit tim. E thash në fillim, sa i përket fshatit Boletin, kërkoj gjithë shikues që sot kam dalë nashta jashta tematikës time që trajtoj temën e fshatit, mirë po kënaqësi e madhe që arrita me hy në atë kull edhe me i pa përmes fotografive, përmes Zotit Gazmend që unë po e falenderoj për zemërsisht për gjithë kohën që nga paraditja deri në këtë masditet që ma ka kushtu që emisionin tim me pasuru. Zoti Gaz e dha mesazhin e tij përmes emisionit tim, edhe unë dua ta dha. Çfarë historie kemi kaluar, çfarë dhimbje, çfarë plag në luftra të ndryshme që t'i mbrojmë këto troje, që të flasim shqip lirshëm, që dalim lirshëm. Kjo është krenari në veti, kështu që nga kjo fest, nga ditëlindja Adem Jasharit e nga dita e shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë, uroj që shqiptarët kudo që janë, kudo që flasin shqip e marrin frymë shqip, të jenë të bashkuar, pikërisht të bashkuar, kështu që e them gjithmonë. Faleminderit shumë për vëmendjen e ne sigurisht që do të shihemi në përfshatrat e tjera të Votrës tonë. Unë Val Ajazi kam kënaqësinë që përmes emisionit tim po shpalosi histori që nuk e kemi ditur mbase kështu me rënjë si që mësuam për bacen Is Boletini. Shihemi në javën tjetër, ju don Vali shumë e qëndroni me emisionin në Votër. Sot Boletini është më i qetë se kur, por banorët e pakët që kanë mbetur vazhdojnë ta mbajnë gjallë traditën e tyre.